Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni orës 16, pas pak në lajme do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaroi se do vijojë të rriten pagat për shëndetësi gjatë inaugurimit të maternitetit Mbretëresha Geraldin, e quajti të pamerituar për gojimin e bluzave të bardha, ndërkohë nga ana e tij ata kanë vetëm respekt për punën që bëjnë. Ministri i Ekonomisë Ibrahimaj deklaroi se brenda vitit do të jetë gati ligji i ri për investime strategjike, theksoi se ekonomia shqiptare vijoi të rritet edhe në 3 mujorin e parë të vitit 2026. Partia Demokratike i kërkon SPAK që t'i drejtohet kuvendit për heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun, kreu i grupit parlamentar Bardhi, theksoi se pozita e saj penale është rënduar, por akuzoi kryeministrin se po mbron deputeten nga arrestimi. Pas përshkallëzimit të luftimeve, SBA dhe Iran kanë rënë dakord të ndalojnë përkohësisht sulmet e ndërsjellta në Doha të Katarit, do rinisin bisedimet për paqe mes përfaqësuesve të dy shteteve. Kanada është kualifikuar për në fazën tjetër të botrorit, duke mundur Afrikën e Jugut sot zbresi në fushë pretendentët Brazili dhe Gjermania, ndeshjet do të transmetohen në televizionin Klan. Dhe njojmë tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Kryeministri Rama deklaroi se do të vijojë të rriten pagat për në shëndetësi gjatë inaugurimit të maternitetit Mbretëresha Geraldin, ai e quajti të pamerituar për gojimin e bluzave të bardha, ndërkohë nga ana e tij ata kanë vetëm respekt për punën që bëjnë. Qeveria do të vijojë rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët. Kryeministri Rama, i cili mori pjesë në ceremoninë inauguruese të maternitetit Mbretëresha Geraldin, një nga institucionet kryesore të kujdesit shëndetësor për gratë dhe të posalindurit, nënvizoi rritjen e mbështetjes për stafin shëndetësor. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fatmir, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rësi ka të bindën gratë. E dini formulën time se po u bindën gratë edhe burrat nuk kanë ku shkojnë pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Kryeministri u përgjigj dhe akuzave të ditëve të fundit se gjatë qeverisjes së tij ka rënuar sistemin e shëndetësisë. Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve post-operatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht të vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Rama foli me shifra për ndërhyrjet kirurgjikale në një vit. Në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Sipas Ramës, shifra dëshmojnë angazhimin e personelit mjekësor, ndërsa prioritet mbetet eliminimi i çdo rasti rrushfeti. Mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet, dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rrushfetit. Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj deklaroi se brenda vitit do të jetë gati ligji i ri për investimet strategjike. Ajo theksoi se ekonomia shqiptare vijoi të rritet edhe në 3 mujorin e parë të vitit 2026.
Qeveria është duke bërë gati një ligj të ri për investime strategjike pasi ligji aktual që është në fuqi ska donë në fund të këtij viti. Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se shumë shpejt drafti do të hidhet për konsultim publik. Brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara. Nga ana tjetër, Ibrahimaj foli edhe për rritjen ekonomike në vend për tremujorin e parë të këtij viti që ishte 3.71%, ku sektori ndërtimit dhe pasuritë e paluajtshme mbajnë peshën kryesore. Sipas Ibrahimajt, dhe investimet e huaja në vend janë në rritje. Tremujorin e parë të vitit ishte 400 milion euro me rritje prej 11.9% në krahasim me tremujorin e parë të një viti më parë të vitit 2025, ndërsa në nivel stoku investimeve tuaja direkte tashmë ka arritur në nivel 17.4 miliard euro, me rritje me 12.2% në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025. Pjesa më e madhe e investimeve, e flukseve të investimeve ka ardhur nga Austria, kanë qenë rreth 60 milion euro të ardhura nga Austria, e ndjekur nga Italia me 49 milion euro, Holanda me 48 dhe kështu Turqia e Kosova me radhë. E pyetur nga media për projektin e Zvërnecit, Ibrahimaj tha se nuk ka ende një projekt final, ndërsa për Sazanin sqaroi se qeveria është ende duke diskutuar me investitorët. Sazani është një ishull i cili siç është përsëritur dhe herë të tjera do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit do t'i bëjmë transparente. Ndër të tjera, gjatë konferencës për shtyp, Ministri e Ekonomisë foli edhe për reformën e pensioneve, për të cilën sqaroi se brenda muajit shtator do të bëhen publike komponentët që do të preken në skemën e pensioneve. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Auland Balla deklaroi se protesta po influencohet nga shteti armiqësor me Shqipërinë. Ai deklaroi se Mariana Koçeku duhet të kthejë mandatin e Partisë Socialiste. Një ditë përpara seancës plenare, socialistët mblodhën grupin parlamentar ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama. Kryefjale e diskutimeve ishte agenda parlamentare dhe qëndrimi që do të mbajë mazhoranca për mocionin me debat të opozitës në lidhje me protestat që po mbahen prej thuajse një muaji. E kam thënë dhe duhet ta rishpreh, as nuk e pranoj dhe as nuk e njoh Partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Kreu i grupit socialist Auland Balla tha se ajo që nisi si protest ambientaliste për investimin në Zvërnec u devijua për interesat të tjera. Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe element që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë. Dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet, i plasur tani më në sytë e gjithë qytetarëve shqiptar. Por ka edhe një kategori që thotë se meriton reflektim nga shumica socialiste. Duhet jemi sa më, le të themi, kokulur dhe sa më dëgjues dhe sa më komunikues me njerëzit. Kundërshtari më i madh i Partisë Socialiste janë segmentet caktuara në nivelet caktuara të administratës që nuk i kthejnë përgjigje njerëzve. Një koment Balla e kishte edhe për Mariana Koçekun, e cila pak javë më parë u largua nga grupi socialist. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste të Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti, dhe kur të votohet drejt për drejti ka drejt dhe të përdori mandatin. Balla komentoi dhe hartën e re territoriale, e cila me gjas nuk do të implementohet në zgjedhjet e 2027-s për shkak të mosarritjes së afateve. E pamundson ky afat i konsultimit që kërkohet, ndoshta ka tym të bardhë nga komisioni sotës e nesër.
Partia Demokratike i kërkon SPAK që t'i drejtohet kuvendit për heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi theksoi se pozita e saj penale është rënduar, por akuzoi kryeministrin Rama se po mbron deputeten nga arrestimi. Partia Demokratike thotë se SPAK duhet i drejtohet përsëri kuvendit me një kërkesë për heqjen e imunitetit të deputetit ndaj Belinda Ballukut. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, thotë se tashmë pozita penale e Ballukut është rënduar dhe se për këtë arsye duhet të veprojë prokuroria e posaçme. Pozita penale e ish-zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurisë posaçme me dyshimin për kryerjen e 2 veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Kush po e pengon prokurinë e posaçme të zbatoj ligjin. Bardhi ngre dyshime se në rastin Balluku, SPAK po përdor standarde të dyfishta. Se jemi përpara një standardi të dyfisht, sepse në dhjetor, prokuria e posaçme kërkoi heqjen e imunitetit për arrestimin e Belinda Ballukut, duke u mbështetur në një standard që sot nuk po e zbaton. A ka ndërhyrë Edi Rama te drejtuesi i ri i prokurisë posaçme për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit për çështjen e Belinda Ballukut. Kryetari i grupit parlamentar thotë se rasti Balluku është një test prove për besueshmërinë e organeve të drejtësisë në vendin tonë. Katër turistë polak janë shpëtuar në kanionet e Gjipes, ata ishin bllokuar pasi njëri prej tyre ishte rrëzuar në gremin duke pësuar fraktura. Këto janë momentet kur shpëtohen nga policia 4 turistë polak. Ata kishin kërkuar ndihmën e autoriteteve mes ditën e së dielës, pasi gjatë eksplorimit në kanionet e Gjipes kishin rënë në një gremin. Sipas njoftimit të uniformave blu, njëri prej tyre ishte dëmtuar. Forcave policore ju desh rreth 8 orë për të finalizuar operacionin e kërkim shpëtimit. U përfshin forca të shumta të policisë së Vlorës dhe Himarës, shërbimet Delta Force, alpinistë të zjarfikës, si dhe një helikopter i forcave të armatosura. Për shkak të terrenit të vështirë, helikopteri nuk mundi që të futej në vendin ku ndodheshin 4 turistët. Për shpëtimin e tyre, ndërhyn forcat nga terreni, të cilët bën të mundur nxjerrjen e turistëve 2 nga 2, ndërsa shtetasit nga Polonia, i cili ishte i dëmtuar, ju dha menjëherë ndihma mjekësore. 3 personat e tjerë u arrit që të shpëtoheshin në gjendje të mirë shëndetësore. Pasi u nxorën nga gremina, 4 turistët falenderuan forcat e policisë, të cilët u shpëtuan atyre jetën. Natyra, aventura dhe tradita u bën bashkë të fundjavë në Funar, duke të rrhequr qindra vizitor vendas dhe të huaj. Kjo zonë po merr një tjetër shtys zhvillimi përmes investimeve të reja që synojnë ta kthejnë në një nga destinacionet kryesore të turizmit në vend. Qindra vizitor vendase të huaj kanë zgjedhur këtë fundjavë peizazhet piktoreske të Funarit në Elbasan. Funar Fest 2026, ngjarja kryesore verore e zonës, ka bërë bashkë adhuruesit e natyrës dhe aventurës përmes një kalendari të pasur, nga panajiri i produkteve lokale, te guidat në natyrë, sportet ujore dhe kampingu në nyje. Por përtej festës, ky vit shënon një kthes të rëndësishme për turizmin e zonës. Në kujdesin e Bashkisë së Elbasanit ka nisur zyrtarisht faza e dytë e projektit ndërkufitar Krushev dhe Elbasan, udhëtim në natyrë dhe aventurë, i financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit IPA 3. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Gledian Latja, u shpreh se ka nisur ndërtimi i parkut të aventurës, një investim që do ta bëjë Funarin edhe më të rreqës për turistët. Krahas kësaj, do të hapen edhe 13 kilometra shtigje të reja malore. Bëjmë inaugurimin e fillimeve të punimet për parkun e aventurave të Funarit, i cili do të jetë një park fantastik që do t'i vinë në shërbim të gjithë turistëve dhe do të tërheqë më shumë turistë në zonën e Funarit.
Deri më tani, fal mbështetjes së Bashkimit Evropian, në këtë zonë janë hapur 60 kilometra shtigje malore që lidhin Elbasanin dhe Bradasheshin me Funarin, si dhe është ngritur qendra e informacionit turistik. Për të ndjekur nga afër këtë partneritet, në Funar ishte i pranishëm edhe kryetari i komunës së Krushevës, i cili vlerësoi impaktin ekonomik që sjell ky bashkëpunim mes dy vendeve. Me mbështetjen e Bashkimit Evropian, ne po zbatojmë programe që sjellin përfitime konkrete për qytetarët në të dy anët e kufirit. Ne po punojmë për infrastrukturën, për përmirësimin e kushteve që sjellin edhe rritje ekonomike, ndërsa forcojnë edhe marrëdhëniet mes komuniteteve tona. Përmes investimeve të koordinuara në infrastrukturë, rritjes së kapaciteteve të bujtinave dhe fokusit të turizmit aktiv, Funari po kthehet me hapa të sigurt një nga pikat më të nxehta të turizmit natyror në Shqipëri, duke u dhënë një shtys të fortë ekonomike bizneseve dhe komunitetit lokal. Shqipëria po përjeton kulmin e valës së të nxehtit afrikan, sipas sinoptikanëve, temperatura pritet të arrijë deri në 40 gradë Celsius në disa zona të vendit nga mesi i javës, parashikohen rënje të temperaturave dhe rreshje lokale. Fillimi i javës do të jetë me temperatura përvoluese, sipas sinoptikanëve në disa qytete termometri do të arrijë në 40 gradë Celsius. Një maksimum prej 40 gradësh, i cili do të shënohet në Shkodër, në Elbasan dhe në Berak. Këto janë tre qarqe që do regjistrojnë edhe temperaturën më të lartë. Parashikohet që rreth vlerës 37, 38, 39 gradë do të jenë shumë qytete të zonës së ulët. Me temperatura 36 gradë do të jetë vija bregdetare dhe zonat malore gjithashtu do të jenë me temperatura 32 apo 33 gradë. Ndërsa mesi i javës, i cili përkon dhe me fillimin e muajit korrik, do të sjellë një ulje të temperaturave, por edhe shtimin e lagështisë në ajër. Sipas sinoptikanëve, mesdita pritet të ketë edhe rrebeshë shiu. Pas të mërkurës kemi një freskim të menjëhershëm dhe mjaft të ndjeshëm të motit, duke bërë që të kemi edhe normalizim të temperaturave, ku entja dhe premtja do të ketë maksimum prej 34 gradë. Do të kemi një mot të paqëndrueshëm. Paraditet do të jenë kryesisht me diell, me kthjellime, dhe pasditet do të rrezikohen nga rreshje shiu pothuajse i gjithë territorit shqiptar, duke përjashtuar vijën bregdetare, e cila nuk paraqitet me rreshje, edhe pse do të ketë vranësira të shpeshta. Do kemi të martën dhe të mërkurën rrebeshje të izoluara, kryesisht në gjysmën lindore të Shqipërisë, entja dhe premtja do të ketë rrebeshje akoma më të shumta dhe më prezente. Parashikoj që rrebeshjet të jenë jo vetëm në zonat malore, pothuajse edhe në zonat e ulta. Muaj qershor ka shënuar temperatura rekord, me rreth 6 gradë mbi vlerat mesatare mujore. Prokuroria e posaçme ka miratuar daljen për 48 orë nga qelia të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia, i cili këtë të hënë është bërë baba për herë të dytë, i shoqëruar nga forcat e policisë së burgjeve. Velia është dërguar në maternitetin Koço Gleozheni, ku bashkëshortja e tij Ajola Xoza solli në jetë fëmijën e tyre të dytë. Leja e firmosur nga prokurorët e SPAK përkon edhe me kohën e qëndrimit të bashkëshortes së kryebashkiakut në ambientet e maternitetit. Pas përshkallëzimit të luftimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalojnë përkohësisht sulmet e ndërsjellta. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin përkohësisht përshkallëzimin e luftimeve në Gjirin Persik dhe të rikthehen në tryezën e bisedimeve për mosmarrëveshjen mbi ngushticën e Hormuzit. Lajmi është konfirmuar nga një zyrtar amerikan, i cili tha se palët do të vazhdojnë negociata teknike mbi memorandumin me 14 pika të arritur më 17 qershor që synon rihapjen e ngushticës për lundrimin ndërkombëtar dhe uljen e tensioneve. Sipas mediave amerikane, raundi i ardhshëm i bisedimeve pritet të zhvillohet të martën në Doha të Katarit. Zhvillimi vjen pas disa ditësh përplasjesh të ashpra, të cilat nisën pasi një anije mallrash u godit nga një prethje iraniane në ngushticën e Hormuzit. Me njëherë pas kësaj, Irani ndërmori sulme me raketa dhe dronë ndaj bazave ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein, me njëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se Teherani do të përballej me pasoja të rënda nëse nuk respektonte marrëveshjen. Autoritetet amerikane thanë se nuk janë raportuar viktima apo dëme të mëdha në bazat ushtarake,
ndërsa ushtria e Kuvajtit njoftoi se ka interceptuar 2 raketa balistike pa pasoja. Në Bahrein, një sulm iranian dëmtoi një ndërtesë zbanimi në provincën Muharraq, por pa viktima. Autoritetet e vendit i kërkuan Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbledhje urgjente për situatën. Ndërkohë, Katari bëri të ditur se një shtetas i tij humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur pas një incidenti në det i lidhur me operacionet ushtarake në zonë. Në këtë klim tensionesh, Izraeli njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj Hezbollahut në Libanin Jugor, duke shkatëruar infrastrukturën nëntoksore të grupit. SBA-u informuan përpara sulmit, i cili kishte në shënjestër një tunel 200 metra të gjatë në qytetin Majdal Zoun, sipas deklaratës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Sipas Tel Aviv, në tunel ishin fshehur qindra armë dhe lëshues raketash. Netanyahu njoftoi se ushtria izraelite do mbetej në zonën e sigurisë në Liban Jugor dhe do të vazhdonte të shkatëronte infrastrukturën e Hezbollahut. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.